حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عددا من يدخل الجنة، وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. Ka thënë Imam Tahawi rahmetullahi alayhi, dhe Allahu I madhruar, وقد علم الله تعالى فيما لم الأزل أو لم يزل. Allahu I madhruar e ka ditur edhe din edhe sot. E ka ditur nga koha e ezelit, e gjithmonë kur përmendet ezeli është për qëllim dija e hershme e të madhit Allah. E dija e hershme është për qëllim para se të krijoj I madhi Allah krijesat e tij, para se ta krijoj tokën dhe qiejt. E ka ditur se çka do të ndodhë në këtë dynja, dhe këto është fjala sa njerëz do të futen në xhennet dhe sa njerëz do të futen në xhehenem. Edhe vazhdon Zoti ta di edhe më tej numrin e atyre të cilët do të futen në xhennet dhe numrin e atyre të cilët do të futen në xhehenem. As nuk shtohet ai numër jashtë dijes të Allahut Azza wa Jall apo mbi dijen e Allahut, as nuk paksohet ai numër në dijen e të madhit Allah. Kjo punë është e kryer. Gjithashtu wa kadhalika af'aluhum fima alima minhum an yaf'aluhu. Gjithashtu edhe punët e tyre, veprat e bijve të Ademit, që Allahu e ka ditur se ata do t'i punojnë. Pra, as veprat e tyre, as numri I tyre në këtë dynja, lloji veprave tyre në këtë dynja, po edhe numri njerëzve që do të futen në xhenet dhe në xhehenem, krejt këtu dhe shumë të tjera dhe çdo gjë tjetër është brenda dijes së Allahut të madhruar. Nuk shtohet as nuk pakohet. Ka thonë Allahu Azza wa Jall: Inna Allaha bi kulli shay'in alim. Allahu është I dijshëm për çdo gjë. E për çdo gjë e përfshin veprat e njerëzve. Për çdo gjë e përfshin edhe numrat atyre që kanë me hyrë në xhenet dhe kanë me hyrë në xhehenem. Dhe ka thonë Allahu: wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Dhe Allahu ka qenë dhe është ndaj çdo gjëje I ditur te bareke wa taala. Pra Allahu I madhruar është I përshkruar. Përshkruhet për cilësive të madhe të Allah, se ai din çdo gjë. Azalen wa abadan. Azalen harat edhe von edhe pasi të futen në xhennet. Dija tina është e njëjtë. Qatë dije që ka pasi madhi Allah në ezel para se të krijoj krijesat e tij, qatë e ka për gjithmonë dhe ajo as nuk I shtohet, as nuk I pakohet. Nuk ka mundësi me ndodh kur gjë pa dijen e Allahut Azza wa Jall, dhe as nuk ka mundësi me harru Allahu kur gjë. Pra ta ka thonë Allahu: wa ma kana rabbuka nasiya. Dhe Zotit nuk harron asgjë. Te bareke wa taala. Ka ardhur në hadith të Alijit radhiyallahu anhu, Aliju biri Abi Talibit, I cili thot: kemi qenë një herë
pra një gjenaze të varros në varrezat e Medinës me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në realtet ishëm shok të varros njëri kur erdhi pejgamberi ma von alaihi salatu wassalam. Dhe ol pejgamberi dhe olëm ne rreth tina. E kishte një shkop me vetë alaihi salatu wassalam. Dhe filloi shkopit me mshue për toke, se duket po kujtohet alaihi salatu wassalam, apo po mediton jetën, vdekjen, ringjalljen, xhenetin, xhehenamin. Dhe është normal që këtë gjëra njeriu të shkojnë mendje, në veçanti kur është në varreza. Pastaj tha alaihi salatu wassalam pas një heshtjeje të shkurt: nuk ka njeri që merr frym, pra njeri gjallë, krijesë gjallë e Zotit, e që i madhi Allah mos t'ja ketë shënuar vendin e tij në xhenet apo në xhenem. Çdo njeri, hala para se më lind, dhe që shherët, nga e zeli, nga koha e lashtë, e ka të shënuar vendin e vetë. A është në xhenet apo në xhenem. Dhe është në hadithi, nuk ka njeri që nuk është i shënuar, i caktuar, mbranda dijes Zotit, sa do të jetë i lumtur apo i mirë. Ke i lumtur në i mirë, nuk merret vetë këtë dynja që kuptojnë ne i lumtur me pas pare, pasuni, familje, shëndet, dhe i mirë me sprova me sene. Por i lumtur i mirë, para se gjithash është i lumtur, ai që është në Islam. Se në realitet nuk ka lumturi të plot me kuptimin e fjalës jashtë Islamit. Në këtë dynja, anëpse edhe me Islam, prap se prap, lumturit përkryer prap nuk ka. Por nëse ka lumturi në këtë dynja, apo qaj e pjesë e lumturisë, e cila mund të arrijet në këtë dynja, është me Islam. O shaqijun, ndërsa i mirë është ai që është qafer. Ai që është i qafer nuk mundet me gjithë rrugën e vërtet. Anipse mrena këtyre dy shprehjeve, futen edhe gjëra tjera natyrisht, që se ka më herët, shëndete, pasunia, dëshprova, dhe gjana, dhe futen. Së dhe që tjetë, qëllimi është se Allah i madhruar e ka ditë dhe ka shënuar dhe ka caktuar çdo gjë që ka të ndodhë me njeriu. Kur ka thonë pejgamberi kështu, alayhi salatu wassalam, pa thot Aliu, tha një njeri në mesin atyre shoqëruesve atë: Ja Rasulullah, atëherë pra, nëse është ashtu, a mos të mbështetëm në librit tonë në fjala e qëta që na pas ka shënuar neve Zoti, dhe mos të lodhëm me punu e fare. Nëse është të caktuar, a me shkua në xhenet, apo në xhenem, a me qeni mirë apo i lumtur, pse të punojmë ne ja Rasulullah? Atë pse mos të lojmë punën, të mbështetemi, të bazohemi në atë që ka caktuar i madhi Allah. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha: ai i cili është prej atyre që janë të lumtur, ai do të shkon drejt punëve të cilat e bojnë të lumtur. Pra do të punon punë xhenetit. Dhe ai i cili është prej atyre që janë të mirë, ai do të shkon, shtyhet, ecë, e ngre drejt atyre që punojnë punë të këqija. Pastaj tha: i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Punoni, mos i pshtet librit ti, por punoni, sepse secilit i lehtësohet ajo për që është krijuar për te. Ne nuk e dim çka na ka shënuar i madhi Allah. Ne nuk guxojmë të mbështetemi kaderrit Zotit.
Kaderi Zotit vjen mas ndodh. Ndërsa pa ndodh nuk e punë ti me kader se sen i mbyllt, i msheft, i panjohur, sekret. Por të do të marrë sebepet, po në, që ata që të mërmenja që është mirë, e muslimanit, këty në që në shënuar për zërën që mërmenja që është mirë, punu punë gjenetit, për atë arsye punojnë punë gjenetit, dhe i letohet punë e gjenetit, i letësohet. Ndërsa ata që jenë për gjehnem, aty në mërmenja se dhe të me punu punë gjehnemit, edhe punojnë punë gjehnemit, edhe i letësohet rruga për gjehnem. E lypë që ato. E melu punani, fe kullun më jesëron lima khuliqa le, sepse se dhe të letësohet aja për që është krijuar për te. Për atë arsye, neve në vjen një shpresë madhe, kur në lehtësën Allahu punë të mira, të lehtësën namazë, të lehtësën agjerime i dalë në skajtë, të lehtësën ibadetet, faktikisht një farloj parandjenje, se për të lehtësohen rrugët, punët, të cilat qojnë drejt gjenetit. Anë pëse fundi nuk i dihet, që është në vjen që tash edhe pak, por nëse shkojmë qështu, është shpresë shumë e madhe, se jemi qatë ku është që kjo hadith dhe hadith e tjera, se jemi të caktuar për me qenë të shënuar prej të lumturve, dhe ne e lypëm ata, dhe në letësohet qaj rrugë. Edhe vazhdojmë të qasaj rrugë, deri sa të futëm në xhenet, insha Allahu Ta'ala. Për ata të alej salatu selam pranë vazhdojmë, i melu, kullun më jesëron, lima khuliqa le, punoni, sepse se cilit i letësohet aja për që është krijuar për te, pastaj thot, amma ahlu saade, ata të cilet janë të shënuar, me qenë të lumtur, ata do të punojnë, do t'ju letësohet atyne, do t'ju letësohet me punue punë të cilat definojnë me lumturi. Këtë që tash pak më herët. Ata që janë të shënuar me qenë prej të lumturve, u letësohet. Pra muslimanët i letësohet sabahu. I letësohet edhe Ramazani, kur dynjajës më në mërë më menë, qysh ka mundësi, mi danës ka i ti Ramazani, një muaj i dytë, këtë temperatur të madhe, e tjere. Ose ibadet e tjera. Nuk e kam qartë këtë definim se Allahu na lehtëson sepse na ka shënuar që me qenë prej atyre të cilët jem të lumtur. Në halas pedim, por si mbas tyne gjanave që është kjo rrjedhojës e cila po vazhdon me neve për këtë kohë, ne po shpresojmë shumë që jem për atyre që Allah na ka shënuar me qenë të lumtur, për derisa i pa na lehtëson rrugën e lumturisë. Nëse natyrisht prapë përsëris na vjen fundi që të rrugë të lumturisë. Ndërsa ata të cilët janë të shënuar me qenë të mirë, në klapa me qenë qëfar, dhe me qenë gjehnemli, edhe aty në letësohet puna që e shpijen në qatë humnerë, në qatë ersirë, në gjehnem. Pas të e ka lezu ajetin kuranor, ajetet, fa amma man ata wa taqa, wa saddaqa bil husna, fa se në jessiruhu lil yusra. Ai i cili e jep, i cili friksohet Allahut, këna me letësu punë të mira, këna me letësu, pra te i lypë, ta i të letësën Allah. Te i lypë, e a i të letësën. Mirë për në kondër të në, amma më mbakhile o stagna, ndërsa a i cili është kopratës, edhe nuk ka nevoj, si mbastine, jam rmene për askën tjetër, edhe rranë, për gënjeshtran, edhe nuk e besën ahiretin, pra. Ne atina, kënëmja, vështërsue, këna me letësu vështërsin mjerimin, këna me që drejt punëve të këqia. Sebepet, dohet me lyp birja Ademit. E pastaj, a i ka me gjetë, se ta i lyp a i ka me gjetë atë për çka është caktuar, apo për çka është shënuar për te.
Vazhdani Imam Tahaviu rahmetullahi alayhi ngjajshëm me të, ende është njëjtën temë, thot: "Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Do me definu halakët që është e më mirë. Se cilit i letësohet ajo për çka është krijuar për te. Këto e krijuar për të dy rrugë, xheneti, xhehenami. Dhe thot: "Wal a'malu bil khawatim." Punë të këqyren si mbas fundit tyre. Definohen veprat si mbas fundit, qysh dje fundi. "Was-sa'idu man sa'ida bi qada'illah, wash-shaqiyu man shaqiya bi qada'illah." I lumtur është ai i cili ka pasur lumturi me kaderin e Allahut, dhe i mirë është ai i cili ka pasur mirim me kaderin e Allahut azza wa jall. Pra cak më herët hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam pononi se secilit i letësohet ajo që ka është krijuar për te. A krijuar për rrugën e xhenetit apo është krijuar për rrugën e xhenemit. E ne duhet ta lypëm rrugën e xhenetit. Transmeton Zuhair ibn Abi Zuhair nga Xhabiri radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: Ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Suraqa ibn Malik. Dhe ka thënë: Ja Rasulullah, na shpjegon neve dinin ton, fen ton, sikur se ne jemi krijuar tash. Na shpjegon neve fen. Pse të punojmë ne sot? Çfarë kontesti ne i kryjmë punë, veprat sot? A i kryjmë punë mrena qasajna qka është tërë lapsi, kështu shprehet bukfalisht. O tërë lapsi fjala që e ka shënue, kalemi lapsi në zel, dhe që ka qenë kaderi Allahu që ka caktu Zoti kaderin 50.000 vite para se të krejt tokën e qiejt, e definuar çdo vepër njeriu, çdo lëvizje tina, vdekja tina, futja në xhenet e tjerë e tjerë. Kontest që sajin ne punojmë, apo punojmë ja Rasulullah diçka që është e ardhme. E ardhme pra se ka shënu Zoti, se kemi thonë më herët atje, ka pas për fraksioneve të cilat dhe prap na vjen në kader, se kader më në është me ardhshme, dhe përsëritet disa vende, se shumë i ndihshëm, të cilët kanë thonë se Allahu i madhruar nuk e din çka do të bëhet, por mos i ta bën robi veprën e din Zoti. Dhe nga ky kontest i bie se Zoti nuk e ka shënuar. Nuk e ka shënuar, dhe më thonë se ka bu kader. Se ka ditë, se ka shënu, se ka bu kader. Veprën e njeriut. Apo e ka ditur, e ka shënuar, e ka bu kader. Dhe neve shkojmë në qatë hartë, qatë korniza të përcaktuara nga i madhi Allah azza wa jall. Tregona neve ja Rasulullah. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha: Jo, nuk shkohet ashtu me punu diçka që se ka ditur Zoti, se ka shënuar Zoti, se ka bo kader, por ne punojmë në bazë asajna që janë teru lapsat kalimi. Dhe ka bo Zoti kader. Pra në bazë kaderit Zotit, dijes e Zotit të bareke wa ta'ala. Dhe veprave të shënuara, që ka shënu Allah, apo kaderit Allahut azza wa jall. Thot pastaj ky Abu Zuhair radiallahu anhu, apo ky Suraqa, pse të punojmë pra? Ja Rasulullah. Ka thonë pejgamberit një të ngja, punone i melu fe kullun muyassar, se cilit dhe të letësohet ajo që ka është punuar. E ngjajsh me hadithin Aliut më herët, se gjërat janë të mshefta të i madhi Allah, por janë të definuara në mënyrë të prerë, as nuk shtohen, as nuk pakohen, por e ne duhet ta lypëm rrugën e xhenetit. Në lidhje me pjesën e dytë që tha wal amalu bil khawatim,
dhe veprat janë si mbas fundit, e që kjo është në kulminacion të rëndësisë. Ka thonë Sahel ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, që sahabi pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndodh që njeriu punon punë të xhenetlive. Punon punë të xhenetlive derisa të doket njerëzve se ajo është për xhenet, në realitet ajo është për xhenem. Në realitet është për xhenem. Dhe të kundërtën, ndodh që njeriu të punoj punë të xhenemit, derisa njerëzit i duket se ajo është për xhenem, në realitet ajo është për xhenet. Dhe ka thonë në fund të këtij hadithit, wa innamal a'malu bil khawatim, me të vërtet, apo më shpallon edhe ndryshe sepse veprat janë si mbas fundit. Ka për qëllim, mund punoj njeriu punë të xhenetit në sytë njerëzve. Njerëzit mendojnë se është për xhenetlive. Ndjen e Zotit është se është për xhenemlive. Që shka që në rasti ati sahabijut, të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është lavdruar për trimnin e tij, për luftën e tij, e pejgamberi ka thonë, lenat mesele se është për xhenemlive. Dhe sahabët janë çuditur, qysh për xhenemlive, kurse vepra për bën për xhenetlive, në xhihad, për lufton, për del për i të parve në front, këtu janë veprat më dhanë, sytë tonë të xhenetit. Por pejgamberi po e din prej Allahut madhruar atë që ka s'pedin këta, se kënë sytë njerëzve, të Zoti e ndrysh është. Pra të arsye e erdhi fund ati sahabiu, ati njeriu, i cili o lënduën betej dhe nuk mujti me bë sabër në plagën e vetë që e patë, edhe drejtej shpatën në tokë, me të në barkë, edhe i gju shpatës për mi, edhe e myti vetën. Dhe erdhen të regun pejgamberit alayhi salam, thanë ja Rasulullah, ai person për të cilën të kemi thanë më herët, se është për xhenetlive, apo po punon punë të mëdha, ai e mbyti vetën. Pejgamberi tha, Allahu akbar. Unë jam Rasulullah. Unë jam Rasulullah. Pra ai thashën e ju se nuk ka për xhenetlive, sepse fundi herë vepër e xhenemit, me myt vepër e xhenemit. Qëllimi është se njeriu më herët tha, i letohet ajo që është përgatitur krijuar për te, por nuk është e sigurt. Tash po do të thonë nuk është sigurt. Nuk është sigurt sepse nëse vazhdojmë që ashtu, shpresat janë shumë të mëdha, por nuk e dim që ka na vjen fundi. Fundi nuk e dim që na vjen. Për atë arsye kjo pjesë përvërteton innamal a'malu bil khawatim, veprat janë simbas fundit që vjen. Ka ardhur edhe në Buhari edhe në Muslim, nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili ka thonë, ndikujna prej jush, se cilët njeri, fillimi i krijimit tij në nanën e tij, është tregon fazat e krijimit, 40 ditë, pike ujë trash, pastaj 40 ditë, në formë pak më të ndryshe, pastaj 40 ditë në formën tjetër, derisa krijohet fryti plot, mas në 20 ditë dhe Allahu e dërgon me laçën dhe i fryn dhe hin shpirti që asaj foshnje. Edhe urdhërohet me laçja t'ia shënoj 4 gjëra.
Mja shënuar rrezikun e tina, mbart nanës, e gjelin e ti, kur ka me vdek, amelin e ti, punën që ka me punu, shakijen, sa'id, dhe ka me qenë i lumtur, apo i mirë, a ka me qenë rrugë Zotit, apo në rrugë drejtësit. Pra njëherë e shënuar atje para se të kreja Allahu tokën edhe qiejt. Prap e rishënuar në barkun e nanës, ende para se me lind edhe para se me dalë në këtë dynja. Pastaj ka thonë, pasha Zotin që nuk ka tjetër postina. Dikush prej jush mund të punoj apo ndodh që të punon prej punëve të xhenetit, derisa mos të mbetet mes tij dhe mes xhenetit vetëm sa një pjesë e dorës, kaq. Sa një dhëra, sa një kuti. Pastaj kthehet edhe punon në punë të xhehenemit. Allahu na ruajt edhe futet në xhehenem. Edhe ka dikush për jush që punon në punë të xhehenemit, derisa nuk mbetet mes tij dhe mes xhehenemit sa një dhira, sa një kuti. Fesbiquhu al-kitab, dhe i del libri për para. I paraprin, ka derri Allahut, se ka me qenë prej xhenet live, kthehet punon veprat xhenetit, vdes me veprat xhenetit, edhe futet në xhenet. Pra kjo e ndërlidhet, e shpjegon hadithin e mëhershëm, dhe ndërlidhet me atë se njerëzve duket nga njëherë që njeriu punon punë xhenetit, ai është kundërtën, apo punë xhenemit është kundërtën. Që kjo hadithi dyti shpjegohet me të parën, sepse nuk është edhe e kapshme dhe logjike që njeriu të punoj 80 vjet punë të mira të xhenetit, e pastaj për 5 minuta, e për 5 ditë, e më pak e më shumë, e për 5 javë, dhe tjetë sa tjetë, me punu punë xhehenemit e me hinë xhehenem. Vetëm se ato punë të xhenetit, që shka hadithe më herët, në sytë njerëzve. Në sytë njerëzve. Po. A nëse nuk i kanë sytë njerëzve, Allahu i madhruar nuk e shgënjen në robin e vetë. Nëse ka për Allah, veprat, Allahu edhe fundë kom ja prue me vepra të cilat janë për xhenet. Por njerëzve i duket. Për atë arsye këtu ne tutemi sa i kem për Allah tamam. Sepse neve mund t'ja bëjmë vete rrafsh, po të tjerë na lavdrojnë, a nuk e dim se ku jemi shënuar të Allahu, dhe na hen vetja në qef në hoj pak, se jemi për xhenet live, e na vje fundi, i ndërprejmë punë të mira, në të kundërtën punojmë punë të këqija, Allahu na ruajt, edhe futet në xhehenem, sepse fundi veprat janë simbas fundit. Për ata është tepër më rëndësi që muslimani ta lësë Allahun veprat më të mira me qenë veprat e fundit. Dhe fundi me në ardhi mirë, gjithmonë me bëdoa. Me në asil Allahu fundin e mirë. Se fundi mund tjetë pak sekonda, mund tjetë pak minuta, dhe të hum kontrola krejt. Dhe nuk është sen që mund të defenësht të tamam, por që shtajle të një madhe Allah Azza wa Jall. E Allahu të aletan që shke qenë më heret, e që shtë ka shënu atje. është me lehtësim Zotit. Zotën krejt veprat, për ata kënë hadith më heret, po nëni, se sësë dhe të lehtësohet e për që ha kriju. Tëna veprat e në me lehtësim të Allahut, që në lehtësën e Allahu, sa t'jem shëndash, dhe sa t'jem qetë dhe t'lirë, ta madhërëm dhe adhërëm Allahun, gjithashtu në lehtësën, në kushtet vështira dhe tranda, qoftë s'mu më vdekjes, qoftë s'provat më dharu, në zëtë para se me vdek, nuk e di me që në gadet i madhi, Allah me që në aspravan, ja i në farëcan, nëse jemi për gjenet live, Allahu në bohë prej tyre, ja Rabbel Alemin, në ruaj prej gjehnemit dhe çdo vepër e cilë në shpijen në gjehnem,
e na bëj për atyre që fjalët dhe veprat më të mira në veprat e fundit. Allahumma amin. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu Akbar.